ja primitivët që kanë ngel akoma në primitivitet atje me rinjt polar, duke naviguar në botën e pyllit. Sado që ta lash trupin, se trupin s'mund ta lash dot më shumë se 2 herë në ditë, kupton se më nëjt 24 orë ndush i bie mos me punu, edhe me harxhu lek për drita. Trupi maksimumi më të la 2 herë në ditë, maksimumi 2 herë në ditë. E pakta 1 herë në ditë. Por për ignorancën tuaj dhe për zgjuarsinë time, gjëndra e djersës e prodhon djersën gjatë gjithë kohës. Dhe kur prodhon djersën, ajo djersa ka erë të keqe. Dhe për të parandaluar atë erën e keqe, përdoret antidjersa. Parfumi është për të ardhur erë mirë. Mos më ardhe era lop për shembull, e kupton? Se ti sado që ti lash ato rrobat vjen era lop, po si hodhe parfum, prap. Dhe antidjersa parandalon disi djersën dhe nuk vi kur bën antidjers nuk të vjen era, po ju erën e djersës e quani parfum. E keni si parfum, si domethënë e keni të tujën, duke qenë që keni të tujën nuk e ndjeni se është erë e keqe, po faktikisht është erë djersë, kupton? Edhe nuk është erë parfumi djersa që vjen erë. Kështu që ju quani erë djersës quani parfum. Kurse unë quaj parfumin parfum. Antidjersa përdoret për me heq erën e djersës dhe parfumi përdoret për të marrë erë të mirë. Edhe ju që i bëni like komentit. Jeni mësuar me erën e djersës, ju duket si parfum, po s'keni faj. Se më shumë kundërmon erë e djersës se keni idenë parfumit, ju s'keni marrë erë parfumit antidjersës, sa kuptoni, që të bëni diferencën. A diku jam dakord me ty unë, kur mos kishin prodhu fare ato antidjers, as parfumi mos ishin prodhu fare, mos kishin hedh fare në treg, as antidjers, as parfum. Jam plotësisht dakord me ty, që duhet me la trupin që të mos vijë erë djers. Sado që ta lash trupin erë djers do vish. Po se dalloni ju erën e djersës, jeni rrit, e keni në organizëm gjithkohës edhe jeni mësuar atje, jeni boss, nuk bën përshtypje erë djersës tate. Dhe ja po ja them, 99% e meshkujve shqiptar vinë të kundërmojnë erë djers. 99% e meshkujve shqiptar kundërmojnë erë djers. Bëni pak llogari. Domethënë 3 meshkuj, 2 i ke me erë djers. 10 meshkuj, 9 i ke me erë djers, vetëm 20 vjen erë djers. Meshkuj shqiptar vinë erë djers, pik muhabeti.